Subvencionon shteti Kosovës? Po, shteti subvencion 7 cent për litër, që je në ekstra klasë, po me folë drejt, na e kemë pasërtije në nivelin shumë të lartë. Gjdo me thënë, ti jep 7 cent për litër kur është e cilësisë më të lartë. Këto në cilësinë ekstra klasë. Ekstra klasë, po. Dhe ju i merrni lekët sepse keni shumë të mirë cilësi. Po. Po tash kena marrë, për herë të parë një herë kena marrë, se tash e kena filluar. Sa keni marrë, faqet të së? Po, ne kena dërzuar vjetë dikon 560 ml shumë me 60 krerë lopë. 560 ml qumsht. I dorëzohet për herë të parë? Për herë të parë, se kjo 6.000 euro, llogaritë 2 herë në vit. 6.000 euro i parë dhe 6.000 euro i dytë. 6.000 euro në parë. Dhe përveç faktit parave që merr nga shitja, shteti ka dhënë edhe subvencionimi 7 cent për litër. Që i bie në total një dikon 7-6 ka dikon një 50.000 euro. 50.000 euro. Po mirë, nuk janë pak. Hyn diku në punë, bëhet diçka tjetër. Po edhe me fol drejt edhe komunia subvencionon ka 3 cent. A është dhe komuna që subvencionon? Po, halos na ka dhënë me fol, edhe ajo ka subvencionuar deri tash ka 3 cent për litër. Au, po mirë, shumë mirë. Po kjo më shika shumë interesante, sepse kjo ta mban biznesin. Po me fol drejt, 7 cent i kemi pi qeverisë dhe 3 cent pi komunës, dikon 10 cent për litër qumshtit. Shumë mirë, mrekulli. Po ndërkohë, punojnë dhe të tjera po janë tuajat? Po, gjitha kjo makineria është e jonja, kemi që bëjmë plerimin e arrav, fushës, jangjës, gjitha. Edhe andej është toka juaj? Ja, nuk është. Ja, kjo toka ju në është rrëthëm rrëth kështu që shihet. Ka qenë tokë e babës apo? Ja, kjo është tokë është privatizuar. Është privatizuar. Çfarë ka qenë përpara? Përpara ka qenë edhe kohën e ish Jugosllavisë, si thonë ka qenë moll, kumbull, si pemë. Ka gjë. Rëndësi ka që nuk është djerë, përkundrazi keni nisur nga e para punën këtu. Edhe ju lumshem duart. Faleminderit. Por vetëm doja të shikoja pak edhe viçat që më tregove. Po. Të cilat nuk janë brenda? Ja, janë këtë stadën këni viçat. Vemit e viçat. Shumë e mirë stalla e viçave. E viçave? Po, kjo është e viçave. Janë të vegjël? Të janë të vegjël, tash këtu janë ka 2-3 javë, një javë. Si i bim këtu, një javë i majmë me qumsht lope, po gjithë jepëm qumsht lope jopëm, deri në 3 muaj qumsht lope jopëm. Deri në 3 muaj qumsht e lopës. Pastaj si jepëm? Po tani ushqimin e kena kështu, koncentratët, gjitha çka duhet, edhe shkon, kështu i kem diku një 42-3 viça. Sa janë qësej? 22-3, po janë gjithë viçat lopëve tona, nuk jena kështu. Po, s'ke blerë, janë gjitha të... Gjitha janë lopëve tona. Filloni nga më të vegjë, qaka? Fillon më të vegjë deri te atje më të rriturit. Se i mërzitur, qaka. Sa të vegjë, sa të mirë. Nuk i nxjerr jashtë? Ja, si nxjerrim jashtë janë vegjël, da. Si nxjerrim jashtë ujin e kanë brenda, pinë ujë. Bese edhe pasërtien e mbojmë nivel. Stalla është e re? Stalla është e re. Stallën e kena bë për lopë tona, me folë drejt. Po, këta janë më të rritur. Më të rritur? Ta i gati ka 3 muaj ta. Janë 3 muaj tani dhe do hanë, nuk ka nevojë për qumësht. Ta janë kategorizohen. Ma të mëdhjetë dhe shkojnë dhe ma të vegjlit. Vetëm qumësht? Apo edhe mish, të më thënë që të dhënë ferma? Me ferma vetëm qumësht. Qumështin e qënë të pashtriku, vjene merë, me folë drejt për çdo ditë. Qumështin e lopëve. Tash i kjenë 93 krerë lopë. Qumështore. Jo mish, nuk përdore. Mish. Tash këto dhe ti rritum ta. Do t'i rrisësh. Po, edhe ti shesim ku ti bëjnë nga 5-6 kg. Ti vetë hamish, apo e ke kështu ku shikon tostu? Jo, me folë drejtën e mish në, po i shumë pak. Shumë pak. Folë drejtë kam shumë qef, ma shumë peshku, se Kër i shef të vjen kesh, jo, thot ja hanë to. Po në një dhe morëm edhe na për veti ka një vizë vogël. Shumë mirë, kushtet i ke shumë të mira. Kushtet mirë, janë pasërtia është nivel, aerosia o nivel. Dua të më tregosh pak edhe vendin e Mjeljes. Vi këtu vendin e Mjeljes atje kem të... E ke tjetra, po, se pashë e kishe të automatizuar. Ku more eksperiencë që i bërët gjitha? Me falë drejt, kena dalë na për Kosovë dhe na me vizitu, kena pasë dhe na lopë. Edhe ma për para 20 vite, po tani kena shiku, në përket shtallat, në përket Kosovë, në kena po. Shqipëria është më mirë apo Kosova, po flasë për infrastruktura, jo për tjera. Me falë drejt si kom vizitu, në Shqipëri thënë është ma mirë, se ka shtallat shumë të Kështu thonë, po s'ke qënë? Kështu, pas kam qenë, ja. Shiko emisionin. Kështu thonë që ka shtallat më dhaja, atje me ka 5-600 krerë lopë. Atere, këtu në basë kam ushqimin. Po, ushqimin e kemë.
Ato po vinë të gjitha tani se kuptuan që erdhi ora bukës. Erdhi ora bukës, po. Që është kjo pajisja? Kjo pajisja është për pastrimin e pleurit. Pastrimin e kujt? Pleut. Pastrimin e pleu i tyre. Në mënyrë automatike dhe këtu poshtë kem rezervoarin 580 ml. Që bëhet pleu që vjen këtu, uji gjithë dëpërton poshtë, në rezervoarin e kem 580 ml. Që bëjmë për arra që plenujmë. Plenimin e arrave. Ndërkohë ato kanë mënyrë automatike shkojnë. Kanë kohë fillojnë hanë. Aty dalin ku dalin dhe futen? Aty shkojnë për të mbjell atje. Po. Këtu futen, edhe mbyllet e dera atje, edhe hyjnë atje. Ka 8 koka lopë, 8 krerë. Këtu rinë të gjitha? Këtu rinë të gjitha. E kanë shtratërat për me fjetë. Do me thënë, dëjnë dërë tani jashtë, hanë, dalin prapë? Pap, dalin prapë, marrin reze, vinë, brenda, pinë ujë. Hajnë ushqim. Të që e kanë kampë. Dua të më të regosh vëndin e mjeli, se më ngacmoj kur erdha e pashë, po ha bukti. Ju bëf të mirë. Nuk po ju ngacmoj, ju pafshim. Sa mjeli e ka në ditë? 2 mjeli, me në gjesë dhe mbramje. Kush i bënë? Bënë nusja. Nusja mërë në mjeli? Po, nusja mire, në ora 4:30 vjen këtu, në 5 vjellon mjelja. Nusja është kështu pjesë e familjes, apo je për rogë? Nusja ime. Jo, po je për rogë, apo i ka? Ja, pa rogë s'po nënë edhe e dënë. Me rogë nusja? Pa i ka qedhë rogën e matë madhe, bili. Jo, ma ja. Dëgjo, të luta, ma të regos të ka rogë nusja. Nusja ka 1.000 euro. Edhe 1.700 me rogë në mujtë. Po pse, 700 që pse e merë? I merë për tjetërës firme, dhaja s'po në Po punë të shpis, apo? Ja, mërë kështu i merë vetë. Bravo, kështu ka lezet. Këtu punon nusja. Po, këtu punon. Këtu e kem... Nuk është tani? Ja, së është tani. Këtu sistemi mjeljes, jenë 8 krerë lopë milën. Këtu e kem brapa laktofrizën e qumësi që deli freskët, drejti laktofrizën. Direkt, do më dhe nuk ka nëve për shumë punëtor. Ja, s'ka, këtu punëtor, po në 2-3, po s'ka këtu, kretë mënyrë automatike është. Sa mirë që e ke bërë, bravo. Pasetia është nivel me fort drejt, pastër, çdo ditë o kështu. Kjo është që shkon pastrimi i thundrave. I thonë, bëhet pastrimi i thundrave. Dhe pastaj. Love dalin në çfarë ore vjen nusja këtu që fillon punën? Në ora 5 e fillon. Fillon punën. Në ora 5 e fillon. Mjelja e parë. Mjelja e parë. Edhe mbrëmje, 5 mbrëmje. Në 5 edhe në 5 ajo ka punë këtu. Edhe merë 1.000 euro në muaj. Edhe më shumë mund të marrësh nëse. Po, nusja merr edhe më shumë, po këtu i ka... Këtu kemë për dezinfektim, kushtin në shtallë, dezinfekton. E këtu e kemë dhomën e doktorit. Këzë brenda. Këtu e kemë dhomën e doktorit, shka duhet gjitha pajisë, që duhet ilaqët, që ka përdorët. Këtu i kemë sistemin e kamera. Ma të më dhënë këtu i ke të gjithë në kontrol. Krejt, i kemë në kontrol, këtu i kemë dhoma e doktorit, si të tojna. Po doktori ku është? Po doktori vjen për çdo ditë. Vjen për ditë? Për çdo ditë i ka. Po, që ka nevoj vjen edhe 2 herë në ditë. 2 herë, 3 herë, si pas nevojës. A i është në këtu, në Suarek? Po, në Suarek është, Suarek, një fshat afër. Këtu vjen për çdo ditë. Dhe këtu e ke gjithë paketën e kontrollit. Këtu e kemë laktofrizin e qumshtit, që del direkt prej mjeljeve të lopëve. Mënyrë automatike, po të qumshtit me njëse ka marrë. E ka marrë qumshtin e mëngjesit? Po, ke pastrën vetë automatikit, pastrohet vetë. Hë bërë pastrimin vetë, edhe larja gjitha ke mënyrë automatike bëhet. Kjo është laktofriz qumshtit. Dhe qumshtit të del te, që ku del qumshtit, prej kuj edhe direkt të vjetë. Direkt e marrin ata, ti s'ke fare s'kem të automatike çdo gjë dhe kjo siguron edhe nivelin e pastërtisë për cilën niveli i pastërtisë është me fort drejt 100% edhe cilësia. Kështu që me këtë cilësi do kesh më shumë subvencion nga shteti këtë vit. Po, patjetër. Sa ja ke vënë syrin? Po, me gjithë komunë e kena vënë syrin dikon një 70.000 euro. Bashkë me parat që do marrësh nga komuna? Po, me gjithë komunë e folim. Pra, a i ka 100, gati 100 krerë dhe merë gati 80 Po i thëmë me lirë. subvencionimi, se kena subvencionim në adhëtarave, subvencionim qumshtit. Jo, po flasë edhe për qumshin. Për qumsht, ashtë i kemë 10 cent dikun. Komunja 3 për afërsisht, 7 i kemë shtetin që jemë. 70.000 euro. 70.000 euro. Ti dim që të bëjmë krasimet, shumë interesant. 70, 75.000 euro.